Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti sot mori pjesë në përurimin e rrugës ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës, Goro-Zhub-Pogaj. Projekt ky në kuadër të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet dy vendeve. Me këtë rast kryeministri Kurti tha se përurimi i kësaj rruge është tejet i rëndësishëm për banorët e kësaj zone, por edhe për turizmin malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit komb, si një arterie vendimtare për qarkullimin e lirë për shkëmbime të cilat do të jenë gjithnjë më të mëdha. Kjo është një pjesë e vogël e borxhit të madh që kemi ndaj këtij komuniteti, që i ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik dhe historisë son kombëtare, tha Kurti, duke shtuar se pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakish-Zapod, e cila ishte me vlerë prej 2.6 milion euro, kjo rrugë që inauguruam sot, Goro-Zhub-Pogaj, është në vlerë prej afër 1 milion euro dhe me gjatësi 3.7 kilometra. Rruga e përuruar sot i lidh fshatrat Goro-Zhub dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një dhe të cilat i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Kryeministri i Kosovës theksoi se lidhja jon me Shqipërinë, përveç se historike e shpirtërore, duhet të jetë edhe fizike, e pikërisht kjo rrugë që e inauguruajmë sot është një dëshmi për hapat konkret në drejtimin e duhur. Sa kaq, ushtruesi i detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysén Durmishi u shpreh se para 2 vitesh u nënshkrua protokolli i marrëveshjeve për 3 rrugë që lidhin Shqipërinë me Kosovën, rrugën Kërstec-Pakish-Zapod, e një rëndësie të veçantë, këtë rrugë të cilën po e përurojmë sot, që i kanë ndarë padrejtësisht banorët prej shumë kohësh, dhe rrugën Dobrun-Blinisht, e cila ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje, tha ai. Durmishi shtoi se qeveria e Kosovës është e interesuar të vazhdojë bashkëpunimin me Shqipërinë edhe për shumë projekte të tjera infrastrukturore në këtë zonë. Me këtë rast ai përmendi se një prej projekteve më të rëndësishme është vazhdimi i kësaj rruge prej Pogajt në Kishaj, pastaj në Kishaj Cahan dhe nga Cahani në Krum. Ai foli edhe për projekte të tjera, për të cilat tha se do t'i bëjmë bashkë dy qeveritë. Ushtrues detyre i ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zoti Hysén Durmishi, i nderuari ambasador i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës, shkëlqësia juaj Petrit Malaj, i nderuari ish ambasador i Republikës së Shqipërisë Qemal Mingjozi, i nderuari prefekt i qarkut Kuks Dritan Baj, i nderuari kryetari i bashkisë Has Miftar Dauti, të nderuar deputet të dy kuvendeve të republikave tona, Eduard Shalsi nga Partia Socialiste, Flamur Hoxha nga Partia Demokratike dhe Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje. Zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, sot shënojmë përurimin e projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakish-Zapod, me vlerë prej 2.6 milion euro, sot inaugurojmë edhe rrugën Goro-Zhub-Pogaj me një investim prej afër 1 milion euro e me gjatësi prej 3.7 kilometra. Kjo rrugë i lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një, fshatrat Goro-Zhub dhe Pogaj, të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Lidhja jonë me Shqipërinë nuk është vetëm historike e shpirtërore, ajo duhet të jetë edhe fizike dhe në këtë drejtim ne po ecim bashkë me hapa konkrete. Të dashur qytetarë e banorë të këtyre zonave, urime dhe e gëzofshi rrugën. Me ti ambasadorin e Republikës Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj, me ish ambasadorin Qemal Mingjozi, me deputet të nderuar Partisë Socialiste Eduard Shalsi, të Partisë Demokratike Flamur Hoxha dhe të Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi e Arbër Regjaj, por natyrisht do thosha mbi të gjitha me kryetarin e bashkisë Has, me Miftar Dautin dhe me prefektin e qarkut Kukës Dritan Bajin, që të bëjmë inaugurimin, përurimin e kësaj rruge tejet rëndësishme për banorët e kësaj zone, por edhe do thosha për turizmin
malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit këmbë si një arterje vendimtare për qarkullimin e lirë, për shkëmbimet të cilët do t'jenë gjithnjë më të mëdha. Ky është një pjesë e vogël e borxhit madh që kemi ndaj këtij komuniteti që i ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik edhe historisë sonë kombëtare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod, e cila ishte me vlerë prej 2.6 milion euro, kjo rrugë që inauguruam sot, Gorozhub-Pogaj, është në vlerë prej afër 1 milion euro dhe me gjatësi prej 3.7 kilometra. I lidh këto fshatrat Gorozhub dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një, dhe të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Pra, lidhja jonë me Shqipërinë, përveç se historike e shpirtërore, duhet të jetë edhe fizike, e pikërisht kjo rrugë që inaugurojmë sot, është një dëshmi për hapat konkret në drejtimin e duhur. Unë i uroj të gjithë kolegët e mi nga politika në Kosovë, politika në Shqipëri, e mbi të gjitha banorët të cilët do ta gëzojnë këtë rrugë, e shpresoj që do të kenë edhe më shumë vizitorë të cilët do t'i shohin këto malet e bukura, e njëkohësisht do të qëndrojnë këtu sepse është mirë jo vetëm për syrin, por edhe për shëndetin. Urime të gjithë.